Faleminderit. Shumë shkurt lidhur me tabelen që kemi këtu, në fakt doja të evidentoja disa momente. Së pari, në momentin e krijimit të re dhe të madhe të Bashkisë Fierit mbas reformës territoriale, nga 10 njësitë që u bashkuan, trashëguam një borxh prej 363 milion lekësh, ose rreth 3 milion euro, detyrime të cilat u likuiduan 100% brenda vitit të dytë të mandatit të parë. Po të shikojmë shifrat që kemi aty, vit mbas viti shohim që transferta e pakushtëzuar është rritur në masën 36.1%, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore janë rritur me 53.3%, duke pasur një rritje vit mbas viti. Dua të theksoj një moment që menjëherë mbas reformës territoriale, për shkak të reformës që ndërmorëm edhe tek burimet njerëzore, sigurisht që në vitin e parë përfituam ose shkurtuam një buxhet për 100 milion lekësh, dhe pastaj në vitet në vijim për shkak të ardhjes së shumë funksioneve të deleguara në bashki, sigurisht kemi një rritje të numrit punonjësve, po ajo që unë dua të theksoj këtu është fakti që në ndërmarrjet që kemi krijuar në bashki, pra duke filluar nga ndërmarrja e shërbimeve publike, pastrimi, gjelbrimi, mirëmbajtja e varrezave, ujitja, akullimi dhe rrugët rurale, ne sot jemi në situatën ku nga 450 punëtor që kemi gjetë në këto ndërmarrje, sot jemi me 1232 punëtor. Çka do të thotë që të gjitha punët sot në bashki, ne i kryejmë me ndërmarrjet tona, të cilat i kemi fuqizuar me punëtor, me inxhinier, me specialist, me teknik, me mjete, dhe dua të them që përfundimisht pothuajse në masën mbi 90%, vetëm atje ku nuk mundemi dot, jemi detyruar që t'i tenderojmë, por gjithë punët e tjera në territorin e bashkisë i kryejmë me ndërmarrjet tona të krijuara. Për sa i përket 5 arritjeve që na janë kërkuar, në fakt sigurisht që e para është e gjithë ajo, do të thoshja gjithë ato investimet mëdha që janë bërë në Fier, në qytet dhe në fshat, në fakt, në kuadër të projekteve të rilindjes urbane. Sigurisht nuk do rriti përmend sepse janë shumë, e thënë drejtën, në materialin që të gjithë keni përpara, pothuajse janë pasqyruar të gjitha, edhe se si ishte. Besoj kush e mban mend se si ka qenë Fieri përpara 2015-s. Unë si një djalë lindur rritur në Fier, me thënë drejtën sot e kujtoj me dhimbje gjithë atë histori, ku nuk bëhe fjalë as për ndriçim, as për trotuare, as për rrugë, as për gjelbrim, as për fasada, për të mos folur pastaj për historinë e Gjanicës që ishte kthyer në tmerrin e qytetit, me përmbytje disa herë në vit, për të mos folur me fushën e plerave që vetë ndizej disa herë në vit, e shumë histori tjera. Dhe në fakt sot më vjen mirë që pothuajse gjithë këtyre historive jo vetëm i kemi dhënë fund, por realisht e kemi kthyer qytetin në një qytet, do të thoshja, të këndshëm dhe model për shkak të zbatimit të gjithë këtyre projekteve, duke filluar që nga Gjanica, që nga qendra dhe të gjitha akset kryesore në qytet, ku si pasojë e tyre projektet kanë qenë plota në rrugë, në trotuar, në korsi biçikletash, në ndriçim, në asfaltim dhe në sistemimin dhe unifikimin e fasadave. Sigurisht një moment që nuk mund trim pa e përmendur është edhe historia e rikonstruksionit të godinave shkollore, kopshe, çerdhe, përfshi këtu edhe qendrat shëndetësore, ku padyshim ka qenë një nga sfidat e bashkisë mbas reformës në qytet dhe në fshat, dhe sigurisht rehabilitimi apo mirëmbajtja e mbi 60 shkollave nuk është se është proces i lehtë. Padyshim këtu kemi ecur në 2 drejtime, së pari me rikonstruksionet plota, atje ku gjendja ka qenë tepër e degraduar, por edhe me mirëmbajtje vit pas viti, ku me ndërmarrjen e shërbimeve publike, madje edhe sot që flasim, jemi duke punuar në disa shkolla me brigadat tona duke bërë mirëmbajtjet e domosdoshme, dhe ku padyshim fillimi i vitit 3 mësimor, shkolla do t'i gjejë të riparuara me ato defekte që mund të kenë pas, të lyera, të sistemuara, të hidroizoluar, atje u ka probleme, dhe ajo çka është më rëndësishme, ne nuk kemi asnjë shkollë në Fier e cila nuk është e pajisur me sistem ngrohje për periudhën e dimrit, qoftë me ngrohje qendrore, qoftë me ngrohje elektrike, por qoftë edhe me sistem sobash me dru, që e kemi aplikuar dhe që realisht na ka rezultuar shumë e suksesshme dhe shumë e pëlqyeshme edhe nga komuniteti i prindërve dhe nga
vetë nxënësit. Për sa i përket një momenti të tretë që unë fakt dua t'i lidh bashkë edhe ringritje e sistemit Kulluz dhe Vadic, rindërtimit apo asfaltimit të rrugëve rurale, por edhe ndërtimit të tregjeve, sepse janë tre momente në fakt që kanë të bëjnë me zonat rurale dhe me fshatin. Padyshim që rreth 60% e popullsisë Fierit është popullsi rurale dhe sigurisht kjo na ka detyruar që pothuajse po aq vëmendje kryesore t'i kujtojmë edhe fshatit dhe sigurisht që për sa i përket sistemit të kanaleve Kulluse dhe Vadice, besoj që në gjithë këto vite, ku pothuajse për ditë kemi në punë rreth 8-9 ekskavator, kemi hequr një volum dherash në masën 3 milion metër kub, kemi pastruar rreth 1300 kilometra kanale Kulluse dhe Vadice, dhe duke futur në skemën e kullimit det vaditjes rreth 57.000 hektar tokë bujqësore. Dhe sot mua më vjen mirë që edhe këtë behar, shumë toka të cilat vjet apo par vjet nuk kanë pas mundësi vaditje, sot u ka shkuar ujë për herë të parë mbas 20 apo 30 vitesh dhe sigurisht ky është një proces që do vazhdojë, është një luftë e përditshme, e përvitshme, pasi edhe ato kanale të cilat mund të jenë pastruar para 3, 4 apo 5 vitesh, i vjen momenti që sigurisht të pastrohen prapë. Por padyshim volumi nuk është ai që kemi gjetur, sepse ndryshe është kur shkon pas 30 vitesh dhe ndryshe është kur shkon mbas 3 apo 4 vitesh. Një element shumë i rëndësishëm për sa i përket këtij momenti janë edhe rrugët rurale. Në fakt këtu qëllimi është i dyfisht, jo vetëm për rritjen e cilësisë shërbimit dhe tjetesës në fshat, por padyshim edhe për një faktor ose një qëllim tepër madhor për të lidhur sa më shpejt dhe sa më afër tregtarët e produkteve bujqësore me fermerët. Ne kemi pas akse të tëra të degraduara, zona shumë fantastike, zona pjellore do të thoshja në Myzeqe, ku tregtarët nuk guxonin të shkonin për të mbledhur produktet bujqësore, sepse rrugët ishin një katastrofë vërtet. Dhe sot në fakt me shumë investime që janë kryer, qoftë me mbështetjen e qeverisë, qoftë edhe me financimet e bashkisë, sot kemi një sër unazash bujqësore, duke filluar nga ato që janë kufi me Lushnjën, me Divjakën, me Bashkinë e Patosit dhe Roskovecit, dhe që padyshim i shërbejnë më së miri këtij qëllimi. Një pjesë shumë e rëndësishme e investimeve kanë qenë tregjet. Sot pothuajse çdo ditë në Bashkinë e Fierit kemi tregje ditore në lagjet kryesore të qytetit, në qendrat e njësive administrative, në përfshatra, ashtu sikurse kemi një treg qendror të shitjes me pakic dhe me shumic, ashtu sikurse kemi edhe tregun e gjës gjallë, i cili sapo ka filluar nga funksionimi, dhe padyshim është një bashkëpunim që ne kemi bërë me një subjekt privat, ku kemi ndërtuar edhe një thertore moderne dhe kemi parë si kompleks të gjithë këtë histori. Për sa i përket besoj atyre çka ne duhet shikojmë në raport me 2025-ën, pra me vigjiljen e mandatit 4 të qeverisës, besoj që rehabilitimi i lumit Gjanica faza e 3 duhet jetë një nga projektet që duhet vazhdojmë. Duhet i kthehemi mendoj Bregdetit dhe rrugës Fier-Seman. Duhet të investojmë në ndërtimin e ujësjellsave të 16 fshatrave të Fushës, që në fakt ka impakt edhe në zonën e Darzezës, edhe në zonën e Semanit. Ajo që ka duhet sjell në vëmendje këtu është zgjerimi i urës mbi lumin Vjosa. Ky dimër që lam pas na krijoi atë situatë që na krijoi dhe mendoj që ka ardhur momenti që këtë duhet ta zgjidhim, pasi nuk duhet rrim me syt nga qelli dhe të lutemi nëse do dali Vjosa apo jo. Dhe padyshim që në gjitha këto edhe nivel lokal ne jemi shumë të qartë dhe kemi përcaktuar detyrat tona edhe në raport me investimet që do kryejmë, gjithmonë në raport me 2025-ën, ashtu sikurse kemi parashikuar dhe një sër aksionesh të rëndësishme, një pjesë të cilave jemi në procese sipër, po investojmë fuqimisht dhe për një pjesë duam sigurisht edhe disa investime, qoftë nga qeveria, qoftë edhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, për të bërë të mundur realisht mbajtjen e asaj situate mjaft pozitive dhe padyshim ato rezultate që kemi ndërmarrë në gjithë këto vite në Bashkinë e Fierit. Faleminderit.